Normalisht se ka tregime të shumta, të cilat na tregojnë guximin e madh që ka pas ummeti islam në luftat e veta. Do ta përmendi edhe një tregim për tregimeve që ka ndodhur pak më vonë, në vitin 463, nëpërmes një sultani musliman, Alp-Arslanit, edhe një mbretit bizantin, Armanosit. E vendos ky mbret bizantin në vitin 463 me 200.000 ushtar. 200.000 ushtar me shku me luftu kundër muslimanëve. Ushtria e tij përbëhej prej bizantinëve, prej frankëve, domethënë pi Evropës, rus, serb, edhe atër ka pas ermen e kështu me radhë. Ishte qëllimi i tij me shku me luftu në Irak edhe me marr Bagdadin, që ishte në atë kohë epiqendra e kalifatit. Fillon udhëtimin e tij ky mbret Armanosi nga Konstantinopoli, e asaj koha Istanbulli i sotshëm, që ka qenë domodin selia kryesore e prandisë bizantine. Dhe drejtohet drejt lindjes, derisa arrin në derisa arrin domethënë Melaskurt, një vend në lindjet e Turqisë afër liçenit Van. Vani, sot në Turqi, domethënë kush ka udhthu e din Vanin. Dhe kur ka mri kjo ushtri e bizantinëve këtë vend, i vjen lajmi Alp-Arslanit, sultanit Seljuk, se është nis një ushtri bizantine e madhe me luftu. E ky ishte në Azerbajxhan me ushtrinë e vet. Kur e merr vesh kët, s'mundet me u kthy në vendin ku ai sondonte me mbledh ushtri, me çat ushtri që e kishte, nisi me u kthy prapë për mu ballafaqu me ushtrinë bizantine. Sa ushtari kishte ushtria e tij në atë kohë, në atë pozitë, 15.000 ushtar. 15.000 ushtar me 200.000 ushtar. Numrat pa krahasueshëm, betejë jo e barabartë që thuhet. Mirë po, i mbështetën Allahu dhul Xhelal, tha inneni uqatilu muhtasiban sabira, tha do të luftojmë, i mbështetën Allahun dhe durimtar, fa in salimtu fa ni'matu min Allah. Nëse fitojmë, kjo është nimet prej Allahut. Wa in kanat ash-shahada, nëse bi shahid, atër djeni se djali jem mulkshahi është zëvendësi jemi. Edhe unis normalisht e qoj një grup ushtarëve për para, derisa u ballafaqun ata me ushtrinë e prandurisë bizantine në qytetin Hallat, edhe fitun kjo grup i vogël i ushtrisë së tij kundër një grupi të vogël, edhe ata që ishin përpara 10.000 ushtar rus ishin. Këta e fitun edhe e zunë rob komandantin e atymve. Fillun më afru dy ushtrit njëra me tjetrën, edhe lajmet i vinin edhe atymve edhe këtymve se po afrohen ushtrit njëra me tjetrën. Ndërkohë, Alp-Arslani që letër mbretit bizantin dhe i tha, dorëzohu, tha, mos lufta. Dorëzohu, tha, e shpëta. Normalisht, a i kishte vendos me e marë epiqendrën e botës islame të asaj kohe, dhe mendoj se ushtria dhe numri i madh i ushtrisë që kishte ka me fitu, edhe tha asesi, tha s'ka marrëveshje mes neve, tha do të takohemi në qytetin Rej. Rej në atë kohë i kanë thonë qytetit të Tahranit, që është sot pjesë e Iranit. Mirë po, ky sultan me mendjemallësinë e vetë nuk e kuptoi se është duke çu këtë ushtri në shkatrim edhe në dështim. Sultani musliman Alp-Arslani normalisht si zakonisht përpara sultanat i kishin hoxhallarët me veti. Edhe zakonisht kërkoshin opinionin e hoxhallarëve. Jo si sot si çdo njerëzit kur dojnë me bë punë mundohen me anashkalu këshillat e hoxhallarëve edhe ulemave. Tu menu se ata e më të mëshëm edhe më të ditshëm. Harrojnë se ilmi i fesë, i Kur'anit dhe Sunetit i ndriçon mendjen hoxhës. Edhe bën vizionar dhe lartpamës, edhe i sheh punë më mirë se sa ai që nuk e ka këtë dituri.
edhe Arbaslani ju drejtu hoxhës së tij, imamin e ushtrisë që kishte, Abu Nasr Muhammad ibn Abdul Malik al-Bukhari. I tha, çka të bëjmë? A të vazhdojmë apo të ndrojmë rrugën? I tha hoxha, inneke tuqatilu an dinin wa'ada Allahu bi nasrihi wa idharihi ala sa'iri al-adyan. Tha ti je të luftu për një fe që Allahu ka premtuar fitoren dhe dhe triumfin e kësaj feje. Wa arju an yakuna Allah ta'ala qad kataba bismika hadha al-fath. E shpresoj se Allahu ka caktuar që në emrin tënd të bëhet kjo fitore. Fa alqihim yawm al-jum'a ba'da zawal, përcakto që të takohesh me armikun ditën e xumë mas dreke. Pse fi sa'atin allati takunu al-khutaba'u 'ala al-manabir, në kohën kur hatibat janë minbere duke marrë hutbë dhe duke bërë dua, fa innahum yad'una lil mujahidin bi nasr, sa ata bëjnë dua që të fitojnë mujahidat kudo që janë ata. Wa du'a maqrunun bil ijaba, kjo dua është ka përgjigjen me vete të Allahu dhul jalal. A dit ishte e mërkur. Ishte e mërkur ki muhabet që ndodh mes Arbaslanit edhe hoxhës vet Ebu Nasr. Thot gjumon shikot që të takimi se atere Allahu ka më nëndimu se duat e muslimanve ka më nëndimu. Andaj edhe sot që ndoshta shumë kush i për nesh para shumë pyetjen a thuva si ti ndihmojmë na muslimanve që kanë vështirësi dhe të lashën vendet e ndryshme të botës. Që shumë plagë umeti islam ka që njëna e haron tjetrën. Sot si plagë ma e dukshme, ma e afërt, ma e dhëmshme është plaga e Sirisë. Po nuk është vetëm ajo. Nuk është vetëm ajo. Plaga e muslimanve, shikoni në Afrikën e Mesme çka ndodh. Masakret papame, madje as media si tregojnë. E mos flasim për Irak, Afganistan, Somali, e mos flasim për Palestinë si plagë e vjetër. Andaj kur dikush për neve mendon çka të bëj, mos harro se duaja jote është shumë e madhe. Mos harro se çajo dua që ti e bën sinqerisht, nga zemra e thyer, nga zemra me emocione, nga zemra plot dashuri për Allah dhe dëmshuri për muslimanët, mund me qenë arma ma e madhe që me to e ndihmon ushtrinë e muslimanëve ose populli musliman që i bëhet zullum dhe padrejtësi. Edhe vazhdoi udhëtimi i muslimanëve derisa erdhi dita e xumë. Erdhi vakti i xumës. Imami Ebu Nasr Muhammad ibn Abdul Malik al-Bukhari u dori imam njerëzve. Edhe normalisht emocionet ishin pranishme. Sultani Arbaslani qajtën edhe muslimant edhe mujahida që ishin me te, edhe boni dua të madhe imami mas namazit, pastaj u çu sultani edhe u tha, kush don më kthi prap tha le të shkon. Tha nuk jam unë tashmë sultan që urdhnoj edhe ndaloj. Tha po kjo është xhihad edhe dëshirë për të takuar Allahun dhul xhelal. Kush don me net, rrin, kush don shkon. Se lufta nuk është e lehtë, shumë e rëndë. Numri i madh në tonë, numri i vogël kënena. A ne kush do me ecë le të ecë, se ngarkon se s'ka mundësi me vojt. Tha unë jam sultan tash. Unë edhe ti jemi të barabartë. Kush don me net, me bëket ibadet, me taku Allahun le të rije. Kush don më kthi prapë të shkoje. E mori shpatën, u vesh me të bardha, u parfimos, edhe u tha, nëse vritem, tha që kjo është qefin jem, mos më ndroni këtë rake. Dhe u nisën mu ballafaqu me Bizantinët. U afrun, edhe njëherë nisi me bo dua sultani, edhe me lot në sy, duke lutë Allahun dhul xhelal për fitore dhe triumf. I hypi kalit, edhe u vërsul Bizantinëve, bashkë me te dhe muslimanët, u bo një grumull, u bo pluhun i madh. Hynën muslimanët midis Bizantinëve, 15.000 midis 200.000. Zakonisht kështu na dhe sot mendojmë, a ka mundësi sot muslimanët me fitue këto ushtri të mëdha të botës? Mo shikoni çfarë veprime,
lutje, dua, ibadet, namaz, sinqeritet. Ai pi xhihadin në xhihad, pi ibadetin në ibadet. Neve 2 herë me ardh rend ders shumë na duket. Edhe va kam thonë disa herë vllazime, më bë 5 herë më ardh rend ders, më i miri pi neve dela. Ai pin xhihadin, Allah s'ka shkut e shtëpia me pa gruan edhe me pa fëmijët. Ai me vose fa, ai më knash. Andaj Allahu dhu Gjelal 15.000 përballë 200.000 u rastën me dështimve. U bë pluhun. S'po di çka po ndodh. Luftë e rëndë, e egër, e vështirë. Mirë po dashur Allahu subhanahu wa taala në sulmin e parë, në ofanzivën e parë, me dhon fitoren muslimanëve. E dështuan bizantinët. U mush toka me kufoma të ushtarëve të vrarë, saqë thënë historianë se u vranë më shumë se 150.000 bizantinë këtë veti. 75%. Pikujt bi 15.000. Në më gjdo musliman i ka vra 10 ushtar bizantin. Edhe që ka ndodhi, e kapën rob në këtë betej mbretin Armanus edhe atë parin që kishte me zveti. Kur erdhë mbreti para Sultan Arbaslanit, i tha, që do të bësh me mu? Tha, që kështë e bo ti me mu nëse më kështë e kapë? Tha, gjdo të zezet keqe e kështë e bo. Mi po tha, e ti qka me në që unë ka me bo me ty? Tha ti, ose më vret, masi të më etish para njerëzve tu, të më shofin, ose të më falish e të marsh shpagim, fidje, pare, për lirimin tim. Tha e ku vendos me të lirue edhe me marë pare. Edhe 1,5 milion dinar paguën mbreti Bizantin, edhe ki e liron, e jep edhe 10.000 dinar me veti për rrugës, edhe e liron më këthi prap. Mirë po, para se me shku Armanosi, mbreti Bizantin prej palatit të Sultan Arbaslanit, ai do thot e puth tokën para kamëve të sultanit, edhe pastaj niset me grupin e vetë që kishte më këthyje për Konstantinopolin e asaj kohë. Për kështu ka qenë betejë e muslimanëve, edhe kjo do më thonë 5 sheku i mas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe sot e kësaj dite tregimet e heroizmit të muslimanëve janë të mëdha, janë të shumta. Janë të pabesueshme bilëm disa herë. Me lexua atë që ka shkruajt Abdullah Azami rahmeti pa shpirti për heroizmin e muslimanëve në luftën e parë të mujahidëve kundër Bashkimit Sovjetik në Afganistan, janë tregime për të çudit. Edhe shumë herë njeriu i thjesht i duket pabesueshme ato gjëra. Mirë po, lidhja e zemrës me Allahun, imani i fortë në Allahun, shtetja në Allahun, dhe kur e din se kjo dunja kur kujt si ka met, dhe se kjo dunja ka fundin e vet, dhe se jeta e vërtet është jeta pas vdekjes, dhe se kënasia e vërtet është kënasia e ahiretit, atëre kjo sakrificë i duket ati shumë pak. Andaj duhet se si për neve me rrit ambicjet edhe qëllimet e veta. Mos muhabit me epshet e kësaj bote, as me punët e vogla që i bëjmë për këtë din, për çdo ditë me shku të i rrit ato, synimet ku dena me mrina, shërbimin që ja bëjmë i këti dinit, shërbimin që ja bëjmë i këti populli, këtire muslimanve, këti vendit, të rrisim ambicjet tona, të rrisim projektet tona, kontributet tona, dhe kur mos të jemi të mashtrohemi, e të mendojmë se kjo që ka e bëjmë na është shumë. E të krahasohemi me ata që bëjnë më pak se na. E të na duket vetja si sahabe ose si melaçe. Ose si. Vazhdimisht luftoje nefsin tanë, vazhdimisht rrite qëllimin tanë, rrite ambicjet tuaja, e inshallah Allahu të gjithëve na vë nasib firdausin ya rabbel alamin.